Përshëndetje të nderuar bashkëdhetar. Shfrytëzoj rastin përzemësisht ju përshëndes, uroj që fati, shëndeti dhe gjithçka e mirë, energjia pozitive t'ju përcjell çdo hap të jetës. Së parish i lutem, unë jam besimtar, i lutem Zotit na i fal gabimet ne armiqve dhe kundërshtarëve tanë, i lutem çdo qytetari që unë pa vetdijen time e kum bëu një keq apo keq përdor me mi fal gabimet dhe i lutem gjithë qytetarëve të njëjtën ta bëjmë që ta gjejmë forcën e pajtimit, bashkëpunimit, faljes dhe mirëkuptimit për të mirën e vetes, natyrës dhe gjithë njerëzimit. Është ky një mision i shpirtit që mua ka kurzuar me vite me punu në këtë drejtim, me shkruaj 6 libra dhe të 7-ën jem duke punu. Çka më mbështyri mua me kërku fenomenin e vdekjes shpirtit, sikurse edhe Buda që u shku në mal, sikurse edhe profeti Muhammed, edhe gjitha profetësit kur bota u gjendë në një situatë të rëndë, kanë thirrë për pajtim, vetësim, ndërgjegjësim, motivim, frymëzim e tjera. Unë kam qenë gjithmonë aktivist i çështjes kombëtare, këtu është edhe dokumentimi, qysh në Sirinë në vitin 1981, kem organizu demonstrata, është ai bageri që patëm çup të salla 1 tetori, ku edhe u vra një demonstrues këtu. Ai Delibashi që faktikisht mua më ka kërku, po Zoti ka dashur me ndonjë jetë. Unë jam kon punëtori i Elektrokosovës, kem punu një njëv, kem bo dhe kontrolla, këtu e moj men shumë mirë që parandjenjat e mija një munjez jenë kon gjithmonë, u kon një smollush një person që vëllke rrymën, po kon shqiptar, po s'kesht ai zvëllë dy drita i kesh krejt, edhe një punëtori jo një sërb dobri, ja këputi rrymën, po ata që ishin me industri si preke, unë e detyrova atë kolegun për mja lidhë rrymën. Tu prata në vitin pastaj kem bo edhe organizimin e demonstratave në shkollën teknike, në klasa 2-8, ku edhe Ismet Veçiri u kon ato, unë jam kon me të vërtet ekstremist, s'kum pas durim edhe nxetim, ju kon shumë nxitushëm, qa jetën ma ka vështërsu, sepse durimi e shpëtimi, pa e gjetë njeri me vetë me punu, me gjetë durimin edhe i qetë me punu, nuk mundet me pas. Pra këto jenë, pra do fotografi është këto që unë ku fotografu, edhe në konviktin e studentëve, edhe në Bruçashqada, Absolventiade, mramje shoqërore në konviktin 5 e tjera, edhe zëri jam u dëgju kudo. Ne kem bo thirrje, sa që kem bo thirrje, njerëzit që ndajnë demonstrata, po s'kena mujt me arrit atë qëllimin që kem dashur në fillim. Edhe kur u majtë një tetori të bimi, qysh në atë kohë, unë pata dasht me bo thirrje për pajtimin kombëtar që janë të nqeta, faktikisht ato unë i parë ja kum pa fal njonit një borç, edhe i kum pa fal se kena pas nga të rejtë, ka pa mjetë shumë borç edhe s'de kemi pagu, edhe ishte gjendja kritike edhe desht të për me falë. Në vitin këtu është një dokumentacion, pra këtu. Unë e kum punu këtu në Elektrokosovë, kam bajt të bimet e punëtorve, në sallën poshtë, këtu jenë disa fotografi, kur u formu partia LDK-ja, me Bacin Abdyl, patëm sakrifiku, edhe ja kena padhon një palet letra. Po aje u konë edhe diçka që mu ma ka rreziku si jetën teme në Elektrokosovë, po edhe stenogramet, kur u majtën të bimet, u konë parola për haj Bajrami, për haj Republika, njerëzit dollën në foltore, janë njësën me folë shumë, e shanin Miloševiqin murë havë madhë, i murë këtë intelektuare dhe Lazrin edhe Kavajen edhe Abrashin, edhe shumë intelektual tonë, dhe ishte në pyetje stenogramet e mija i qënin shumë njerëzë në burg, mua mi kërkun stenogramet, unë atërë pa ta sakrifiku, i pa ta blet mijat, i pa ta lon ato, pa ta thonë që s'kam punu. Por situata jam u vështërsu, kështu që mu dasht me lëshu
me lëshu Kosovën në vitin 1989. Dëshmitar për këtë punë janë Lutfi Qehaja, kur I kanë ndërzu librezat e partisë, atëherë edhe unë konë organizator edhe të bimin e punëtorëve të Letër Kosovës në sallën 1 tetori. U konë në Shemsie Rama, Shpresa Lepaja, Marjan Demaj, na e këna pas zyrën ato. Unë konë informator edhe I punëtorëve të Letër Kosovës, po edhe I studentëve, sepse parolla ka qenë amur dvesh, nesër do ma qështu diçka. S'kem bisedu shumë për çka, po e këna pas një qëllim që njerëzit mos milion me plejt. A u konë mira, a u konë keq, nuk e di. Mu jeta më ka sprovu dhe më ka bo me ditë që edhe ajo ishte konë një program I të hujve, edhe shërbime sekrete për shkatërimin e vendit tonë. Në vitin 1991, në klubin Kaçaniku, unë prezentoj një projekt edhe shkrova një shkrim, këtu shkruan për kundër Miloševićit. Isha I pari që pa ta shkru kundër Miloševićit, edhe po, këtu e kem përgadit një projekt për organizimin e shoqatës për bashkëtimin dhe bashkëpunimin e gjithë shqiptarëve ku do në botë për qetësi për organizimin e fondit 3%. Po unë jem konë edhe aktivist edhe me shoqatën Ali Sokoli, edhe me shoqatën Bajram Cure shumë, në Letër Kosovë, ne atëherë qysh në atëherë unë këmë dash me bon një shoqatë që tjetë me fuqeshmja. Ato konë edhe Naima Bazi, edhe Selajdini, edhe shumë tjerë, Mirsadi që jenë konë të shoqatave, unë jem konë shumë aktiv në gjitha fushat e jetës, saj përket kulturës edhe demonstrimit në vendin tonë. Po ky projekt u keq përdor edhe nga bashkëdhetarët tanë, mua më burgosën në Gjermani, unë e kuptova që ky ishte një projekt I kushzuar për shërbimeve sekrete gjermane, serbe e tjera, keq përdorimi si në kohën e Rankovićit, ushtro luftë, shitja armëve, pastrimi I parave, sigur që po bëhet edhe sot edhe në Ukrainë. Gjithmonë djalli kishte pas gjakderdhjen. Unë edhe në Norvegji kum pas shku edhe kum pas shumë punë të mirë, atje pata taku edhe familjen mbretërore, shokët e mbretit edhe kanë dash mu me më ndihmu, por unë nuk kam pas durim. Nxitimi ju konë diçka që mu më ka bo me humbë edhe ato që më kanë dhonë, e kem pas në Oslo Norvegjise, pa ta taku edhe me lejmë Zekën Sefte, po e pa ta taku edhe Fatmir Zymberin, pronarin e Juskutësët. E kem një ngjarje shumë interesante me të që ai ma jep një këshill, po mas 30 vjeteve më kujtohet që se kum dëgjuat këshill edhe mu ka dasht me vujt 30 vjetë për me kuptu. Për çka ne po synojmë me pru njerëzit me punu me vetë vetën, për çka unë e kum lobu për zotin Adriatik Lapaj edhe Albin Kurti. Qëllimi I këtij projekti është të organizojmë projektin së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Evropën dhe civilizimin ta shpëtojmë, me moton stop krimit, stop korrupsionit, stop luftave ku do në botë, barazi, harmoni, dashuri, paqe dhe mirësi për çdo njeri, është një formë e re edhe e meditimit, thuaj me zemër dhe shpirt, edhe për çka kjo iniciativë u majt prej vitit 2012, unë kur kom filluar me shkruajt libra për këtë punë, u bo në bibliotekën kombëtare, që veç pak apo me nalë, se po nxjerr, nalë pak, veç pak nalë, se po më del të sistemi, se për që përmendet, dën, okej. Po. Kur e shkrua librin në vitin 2012, ishte një forcë që më kurrëzoi më marr me studimin, hulumtimin e shpirtit, pas dhëmbjeve që I pata përjetu. E vërtet është që unë kam punu në spitalin në Leverkusen, du m'ja u tregu një rast.
me një mjek, ishte në spital, unë s'ku mujt me pa njeri që ka nevojë për ndihmë, pa i ndihmu. Edhe ishte një pacient të thërte ndihmë. Kalonin motrat medicinale, mjekët ato pari dhe kërkush nuk e ndihmonte. Po për shka? Unë ju afroj, thash me shka mundë me të një mu. A i më tha mos më qonin në rentgen. Thash, qysh mos me të qunë në rentgen. A i tha më kanë qunë mrena një muj 4 herë dhe më kanë shterë trupin. Unë e ushtanga. Sikur sot që po qojnë, i operojnë, i qojnë, i rëzatojnë njerëzit, vetëm para me fitu, edhe atëherë u konë atëherë, se mjekësia u korruptu, gjithë shka u korruptu. Po kur pyetëm me të, çka ka punua, i vetë ishte konë mjek. Do të thotë çka të millsh, do ta korrësh. Nuk mundet asnjë njeri me vdek pa u pastru me ato vepra që ka bo. Ngritja jame, unë kum pa menu që në vitin 2012 veç jam ndriqu. Se pa ta lexu edhe për Pjetër Budin që thotë lutjet vetëm gjuhën tone Zoti kupton. Pa ta shkru disa lutje afirmime, por nuk ishte kon ato. Mu dash për vitit 2012 dhe në vitin 2021 me hulumtu me shkru disa libra, po ende nuk isha pastru. Ende e humsha durimin, ende nxitoja, ende edhe keq menoja, se mendimet negative e bllokoj njeriun. Edhe çdo profet, edhe profeti Muhammed, besimi ka ardhur mas luftës Bedrit, kur u bë gjakderdhje e madhe, përmi 3000 vjet kanë vdek. Edhe kur u mbyllën shpellë, ju ka kujtu edhe masakrat që i kanë bë me shenjrat, shoqata Mufil, që u konë antari asaj shoqate, ato e ka gjetë formën e lutje dhe meditimit, ka thirrë edhe ka pastru karmën, ju ka lutë Zotit mja fal gabimet, edhe e bën thirrjen që Zoti menjen ja qënë për shpëtimin e njerëzimit në atë kohë, ai thot e janë për shpëtim, Allahu thot, pendohu për veprat që i ke bo, lutu falu, meditohu, edhe amnestohu me kush që edhe zemrën dhe shpirtin e pasurinë ta pastron. Edhe në spitalin ku kum punune, ka pas shumë shefa, shumë njerëz që kanë keq përdor njerëz, edhe kur vike puna kishin vështirë edhe me vdek. Po edhe rasti që unë e përjetova komën e vdekjes, secili njeri që të ngritet nalt. Unë im kon koma vdekje dhe mu kanë kujtu secili njeri që e kom lëndu, me një fjalë njerin e lëndon. E jo mo me vepra, që ose ti e ke bloku një tokë, edhe njerëzit vuajnë për qatë punë që ti e ke bo, kejtë ata njerëz që vuajnë ti kimi përjetu, se ti kime po ata njerëz me çfarë dhamesh po përjetojnë. Sa të përmendet emri yt në vepra, ti kur s'ki me mujtë mu pasru, po as profetet nuk kanë mujtë mu pasru. Është diçka shumë e vështirë, unë ku komuniku në një farë forme, mu kanë ardhur mendime për me shkruar të vërtetën, zgjimi i vullnetit pozitiv, edhe sot i kësaj dite, unë edhe kum lobu për zotin Adriati Klapa edhe për zotin Albin Kurti, me kush që masi më kanë premtu që do të më ndihmojnë, unë i kum shpërnda ma shumë se 3000 pamflete, fletushka për Albin Kurtin, me qëllim që ai të na pranon edhe mundohemi që të organizojmë bioturizmin, që prej Kazit të bëhet një qytet i vogël, po dhe kejt Kosova të bëhet vend paqësor, gjithçka të fillon te biblioteka kombëtare, të bëhet ligji i referendumeve, të bëhet me referendum edhe me ligj që të keshin me të mirën me ndryshu, ne nuk po dojmë më bo luftra që shka ndodhë në Kosovë dhe në Ukrainë, hajde shkatro tani ndërto dhe ndihmo edhe pare pastro. Po ne po synojmë që tokat me liru, mu bon ndërtime, bioturizmin me organizu, gjithçka biblioteka kombëtare mu bo se lija energjisë pozitive, do të thotë edhe ky projekti që ju konë në Gjermani që e kum pa bone. Po të realizoj ky projekt, sot kishe pas ubanat edhe prej Prishtinës në fush Kosovë,
ka aeroporti edhe kudo, edhe trenat shpejt. Ka qenë firma Dibidak në Gjermani që punon si punë dhe ka ndash më bo sponsor. Edhe një miku jem, Müller, ka qenë drejtori i Eurokartës edhe ai më ka ndihmu që projektin e Strausit ta zbërthejmë edhe ta qesim letër qysh mundemi me bo një firmë lloj piramide që me thith investitor edhe gjitha fabrikat që në konë edhe tokat vetëm me zhvillu, njerëz më bo aksionar edhe të keshin me të mirën me ndryshu. Po kjo kishte qenë vetëm sfidë. Tani bota po kërkon ndryshimin. Unë edhe në gjitha këto libra kam shku që duhet më bo 7 qendra qytetet paqes, qendra me konë në Prishtinë, Kosova me emrin Dardani, kodi i lirë, edhe është puna që unë edhe pas luftës kam investu në Kosovë, kam ardhë, edhe kam paraqitur projektin Gjelbrim, Higjinë dhe Pastërti, këtu të në lagjën Bregu i Dillit. Fatkeqësisht këto investime u shkatru masi erdhi një qeveri pas qeverisë përkohshme. Duhet me përmend që zyrja e kryeministit atëhershëm Thaçi e ka leju këtë ndërtim, si kanë ardhur parti tjetra e kanë rëdzu. Në këtë vend ka pas me ardhë kompania Deutsche Entwicklungsgesellschaft, shoqata aksionare zhvillimore, sikur që është Gici, sikur që kanë bashkëpunu me bankën gjermane dhe kanë zhvillu projektet noja. Faktikisht unë kërkoj që mu bo dialogu bashkëor edhe mu bo me ligj që njëherë një javë kryetari komunës edhe deputeti me dhonë llogaridhënie. Ne po synojmë me organizu kampingjet punës, që mu bo ka 5-16 hektarë, 20 hektarë, ku aksionar do t'jenë bujqit, investitorët, ku do t'ketë edhe qendrat rehabilitimit, po edhe spitale, po jo mu i bo njerëzit operacion edhe pa pas kur gjuhiq. Po gjithë zhvillimin e vendit ta organizojmë me energji pozitive, qysh edhe në Kuron shkruan që me punë ndershme. Po edhe ai projekt, edhe Kuroni ka dështu, edhe Biblia ka dështu, sepse luftat po vazhdojnë, ego njerëzit i ka kaplu, edhe kur njerëzit ego i kaplon, nuk din as vetë se çka bojnë vllavrasje, bojnë luftëra, të gjitha ata njerëz që janë traumatizum, edhe unë jam traumatizum kur mu ka vra vllau jon Sali Abazi te qendra studentëve, kam jetu me trauma, kam jetu me një vullnet hakmarrjes. Pra edhe profeti Muhammed me luftën e Bedrit, ku gjitha e gjakderit që të bëhet, i vjen besimi kur hin në shpellë edhe thret Zotin që të ndihmoj ta gjejnë një kushtetut. Kushtetuta edhe shqiptarja e madhe, doktor Nikole Lapera, shkruan librin si të punosh me vetveten. Mua më ka ndihmu shumë, që me shku edhe një hap manalt, edhe pa punu me vetveten se cili, edhe me punu me familjen një herë një javë mu taku, me bisedu për problemet do të rriten, po pa meditim, pa qetësim, pa vetësim, pa vetë frymëzim nuk bëhet kjo punë, dhe kjo mbetet sfidë edhe e kryeministit Kosovës Albin Kurtit, edhe e kryeministit Shqipërisë, zotit Adriati Klapa, edhe i lutëm edhe kryeministit që u konë detash, edhe Ramën ata tjetë që kanë keq përdoru, pa vetdije, popullin të pendohen, të na bashkohen, ta bojmë beslidhjen e shekullit 21, dalëm faqebarë që bota nga puna jonë të përfiton që paqja dhe mirësia ku do në botë së ndonë. Profetit Muhammed, Kurani, edhe kushtetuta e Justinianit, që sot gjithë bota udhëheqet me to, i kanë vetëm 50 vjet në mjet. Po edhe Biblia është një kushtetut. Çdo fjalë e urtë, motivuese, frymëzuese, që qytetarët i qetëson, i motivon, i frymëzon, ta gjejnë forcën e pajtimit dhe të bashkëpunimit, ta ruajnë familjen, ta ruajnë shoqërinë, ta ruajnë natyrën, është forca e Perëndisë. Ne kemi bo lutje, ne kemi shkruajt 7 lutje, 7 rregullat energjisë pozitive, cilat janë ato, e para është 21 ditë me ushtru, me mësu trupin, me ta pranu energjinë pozitive, me meditu, veten me motivu, me frymëzu, shpirtnisht me inspiru, veten me kontrollu gabimet për mi përmirësu, me punë ndesh me jetën ku do me organizu, keqen me mirësi
me ndryshu, me luftu nga jeta e qytetarë me largu. Unë besoj, shumë se kjo nuk është rasti, se s'ka rasti ku gjë në botë, edhe takimi me zotin Kurti në Vranidoll, ku bisedojmë që e bëjnë kërkesën për organizimin në Barilev të bioturizmit, po edhe në Bajqin, edhe për organizimin e 2 qendrave të me fillu, dikun duhet me fillu mu bo një qendër me një koncept pune, me një sistem pune. Pra dhe njerë këthemi të 7 regular. Nëse një dit me ushtru, tani 30 ditet ka 7 minuta me vetëm me punu, si kur namazi, po është një form tjetër që mund është kudo me ushtru. Do të të 7% tarnave mund do për fondin global, qysh i ka do edhe atëhere që ka përshkru profeti Muhammed 2.5% ose zekati, në besimin e energjisë pozitive nuk ka me pas nevoj për ndihmë apo për zekat, sepse jeta ka më organizu me kurzu kushtetutin që mos me lon njeri pa tarnat garantume. Do të thotë, masanena i vjen që mja mundësu çdo njeri nëse një ditë në pushime me shku, edhe fëmin mi qu që me punu tokën, me ditë qa është smuja, me ditë qka është vlera e njeriut, edhe do thotë, sepse jam pa shkrim, po do thotë me bo ligjë, me 21 mars, me 21 qershor, me 21 shtator, me 21 dhjetor, ku do në botë më organizu manifestime pasore, lutje, meditim, për çdo ditë në ora 12, më bo ushtrime, trajnime me veten, me punu veten, me kontrollu, logon e energjisë pozitive me materializu, me qitë në treg botëror, qa simbolizon stema e Dardanis, kjo me 7 yll, me 7 rema, kjo është 7 kontinente, dashuri, paqe dhe mirësi për çdo njeri, stop luftë, stop bullizmet, njerëz me motivu, me frymëzu me veten, me punu, po edhe ky flamuri i energjisë pozitive është i njëjti, që synojmë që më bo Kosova me emrin Dardani, sepse pa u pranu Kosova me emrin Dardani, pa u pranu mirësia, nuk ka me pas. Secili do të përballet me dhembje edhe me përjetime. Ne synojmë që edhe gjithë këngëtarët të motivojnë, të frymëzojmë që të na përkrahin. Çdo këngëtar në botë mi thirr me bo ka një koncert për këtë kauz, ta bëjmë fondacionin global të energjisë pozitive, bankën botërore të energjisë pozitive, pastrimi, sistemimi energjive të fillon nga vendi jonë. Do thotë, kush është interesum pej tregtarëve, që nesër këtu ka mu bo një qendër, këtu ka mu hjek kjo kish. Në emër të Zotit ka mu hjek, në emër të Zotit mirësisë. Këtu do të bëhet 4 në tokë, qendër tregtare dhe për mi ka mu bo qendër turistike. Kush është interesum pej tregtarëve, pej bujqve, pej artizëve, pej sportistëve, me na u bashku, me na u lajmëru. Numri jam i telefonit është 045 441 041. Ne synojmë, pra, çdo çtune, e premtja u kone e muslimanëve, e diellja u kone krishterëve, çdo çtune në ora 12, ku do në botë, mu qu, me manifestu, me bo thirrje, që edhe armiqt, edhe kundërshtarët, mi nderu, edhe mi bo lutje që vendi jonë mu bo vend paqësor, vend ku mohet forumi për klimën dhe paqen në botë, unë i kum bo thirrje dhe kryeministit Kosovës, edhe zotit Adriatit Klapaj që t'i thrasin krejt bashkëdhetarët, t'i mobilizojnë edhe ambasadorët që ku do në botë të organizohet manifestime pasore. Manifestim pasor do të thotë edhe një namaz, edhe kryqëzimi, edhe ulja në budizëm, edhe omi, edhe gjithë çka është e mirë për që njerëzit i qetëson, i vëdison, i ndërgjegjëson, që të keqen me të mirën me ndryshu, është manifestim e energjisë pozitive. Urojmë nga zemra që ju, fëmija juaj, mos ta përjetojnë as bullizmin, as dhunën. Ne synojmë që edukata pozitive më bo lëndë zgjedhore, të gjitha format e meditimit, ushtimeve, trajnime, fëmija mi mësu. Pra fëmija jëtë mu bollizu dhe nesër me bo vetvrasje, ose ty nga shtëpia me qip, ose me bo probleme. Ne synojmë me bo edhe qendra për trajtimin të droguarve, alkoliqarve, njerëz të traumatizuar, se me qëto smundje unë vetë kum pas probleme, edhe në familje teme, po edhe shumë shoqëni janë ngarkum, familjet janë ngarkum, përdorimi i drogës bën debalancimin e energjive, po vjen deri te vrasja. Unë e shfrytëzoj rastin edhe herë dhe motrat tona të përshëndes, edhe t'ju them që edhe kur demonstrojnë, mos demonstrojnë, të thënë që rastin e fundit që demonstrojnë thënë liri seksuale. Ne nuk durojmë, rezistojmë.
Përderisa nuk kanë vetë kontroll dhe nuk bëhet edukata pozitive, lanë zgjedhore, edhe nuk secili me vete me punu, vrasjet po ndodhin edhe kanë me ndodh prapë edhe s'ka me mujt. Kur që s'ka ndodh që ka me ndodh. Edhe filmi Rambo që ata ushtarët e Vietnamit që fillon mu hakmarë ndaj Amerikanëve, sepse njerëzit kanë kalun çmenduri mos thuj nesër. Edhe çka është lutja? Nëse unë juve edhe mallkimi. Unë juve po ju luti që me na u bashkuan këtë mision. Edhe kryeministrin e Kosovës, edhe presidenten, edhe gjitha partitë politike pa dallime, gjithë bashkëdhëtarët tanë kudo në botë. Sepse secili njeri që e sheh këtë video, që lutje nuk e pranon, pa ardhur dita me kujtu nuk bëhet. Ai ka më ardhur, pse bëhet ndeshja? Ne që ata njerëz që pigrojnë makinave keq, po dojmë mi eduku që me pas dorim, mos me grasi kur të marrë, njerëz që po dojnë, që po vrasin, me eduku që se cili inteligencën emocionale me zhvillu, bashkëpunojmë edhe me inteligjencën artificiale ta zhvillojmë, që qytetarëve jetën dhe vdekjen t'ja lehtësojmë, një maj të jetë dita e manifestive dhe paqësore në çdo vend të botës, në ora 12 me kërkesën që qytetarët më shumë të me punu, ka një punë edhe ka shtator. Mos me met njeri patarna të garantume. Për që ata botë edhe gjithë kjo iniciativë të tjerën, edhe muslimanët, edhe krishterët, edhe tjerë, që me 21 qershor në vendin tonë të bëhet forumi për klimën dhe paqen botë, çaja që organizohet në Davos, për me thirrë krejt vendet e G20, edhe krejt shoqatat vendimarrëse, bashkësinë, organizatën islamike, organizatën krishtere dhe njerëz që janë vendimarrës na bashkohen, tulemi në Prishtinë edhe të punojmë. Edhe për vallën ta bëjmë vend shajt, bëjmë qendra të rehabilitimit në çdo komunë. Do të thotë më bëu ka 15 hektarë që ju mi menaxhu, ju me punu, ju me gjallnu bioturizmin me organizu, që bota me orë me na vizitu, buxheti mu ka të fishu edhe pensionet. Nuk mundet më rrit pensioni pa prodhim, nuk mundet më rrit pensioni kur ti e urren vllahun tën do mja nxjerr syt. 100 euro penzion shumë. Duhet edhe ma pak, se ju duhet me kuptu që duhet me dash vllahun, duhet me fal vllahun edhe duhet me dal me demonstru për të ardhmen tone. Nëse ti priton mu na u bashku, që mu organizu dije që veti ki fajet. Hidhrimi, pritesa, energjia negative i ka bloku njerëzit. Veç dojnë shpejt pare me fitu, pa dhonë kur gju. Ne do ta bëjmë ligjin si kur frimarja. Një frimarjen me ndjen tonë të arrizën si për mu të keqen me të mirën të ndryshojmë. Edhe kur të ecë me pas fuqi që ti trupin me pasru. Edhe synojmë pra, gjithmonë kush ka gabu mu amnestu, me ardhanin tonë, mu vetë deklaru, se kur s'ka me marrë kur gjë me veti. Kjo është vetëm një sfidë që edhe mu më ka kurzu me luftu, të ja u përjetu dhembjet. Në Norvegji unë e pata një kontrat në atë kohë, 3 milion kruna, do të 1 milion marka i mersha, shkova të shqiptarët mi vizitu, ata ma vedhën kuletën edhe më bonën me ranë depresion. Shkova në Gjermani, bona projektin për zhvillimin e këtij vendi. Për çka duhet pra mu organizu dialogu bashkohor edhe njëherë një javë, me konë në çdo qëto salla që po dojmë me organizu, qëto kampin që çdo vend, që këta që e marrin besimin, si deputet, si kryetar komunave, të dhonë llogaridhënie. Po pa i dhonë të veti llogaridhënie për çdo ditë, me veten me punu 3 dite, me veten çka ke bu sot mirë, e mira s'mundet me ardh. Që me mujt ne me energji pozitive ku do mbot me konkuru, që me mujt në një tjetër jetën dhe vdekjen me ja lehtësu, na u bashkoni, mos hezitoni se e mira vjen vetëm me të mirën, është sfida e shekullit 21, edhe ky Herr Müller thot që gjuha shqipe, do të vjen koha që gjuha shqipe do të jetë qelsi për zbulimin e shumë sekreteve. Neve veç që kena paraqit sekretet, pse bota po lëngon, se ku është dallimi është djalli, ku është barazia, harmonia është dashnia, dhe me të keq nuk mundet më bo. Qëtarti bëhet një luftë si ku në Afganistan, i qënë lodhët Amerika dhe i qënë durët dhe fillon një luftë të, bëhet një luftë qytetare, para me do që shka mundet me ndodhë. Pse më të helmu të fëmija me drogë? Pse më të bollizu, kur mundëm ne në çdo shkollë më organizu, po kjo kem nevojë. Pse ku më tonë unë 200 milion më investu në prekaz?
Pse kupton unë 1 miliard euro me investu për zhvillimin e bioturizmit. Sepse këto mundësi e ka zoti Albin Kurti, po uroj që edhe në Glogjan ta bujmë qendrën e rehabilitimit në tokën që për litet që e ka ble Ramushi për 3 euro, ne do t'ju dhomë mundësi njerëzve energjinë me pastru. Punë, ndershme që bota me na nderu, edhe në Unik, edhe në Rugov, edhe në Provall, edhe në Bajgor, edhe në Kërpime, edhe kudo ku ke mundësi me organizu në vendin ton as të një njeri mu denu. Vetëm një njeri që nuk është normal, mendon që me dënime me dhunë mundet realitetin me ndryshu. Prandaj, ne nuk dojmë me pas më burgje kërkon, trojet e lire ti bashkojmë, qendrat për lirimin e njerëzve nga energjia pozitive, ku do të bëjmë që të mundëm jetën dhe vdekjen njëri tjetrin në lehtësu. Edhe një herë, ju lutem me na u bashku, mos hezitoni, mos e hubni durimin, mos e hubni besimin, na u lajmëroni ta bëjmë fondin global të energjisë pozitive, edhe të bashkëpunim me çdo komunë, me çdo qeveri. Numri jam i telefonit është 045 441 041. Ju falenderoj në kuptim, ju presim në bashkëpunim, Zoti ju fal, ju nderoj, Zoti ju ndihmoj kudo që jetoni dhe veprani.